Mimoza Zeqo, nënë e 2 fëmijëve, ka ndëruar jetë këtë mëngjes në spitalin e Beratit, pasi burri e kishte goditur me mjete të mprehta pas koke dhe e kishte detyruar me forcë të pinte fostoksin. Një krim makabër që ka tronditur banorët e urës vajgurore ku çifti jetonte prej vitesh. 42 vjeçarja mbërriti e gjallë në spital dhe para se të vdiste, i rrëfeu të motrës të gjithë skenën e krimit. I kishte goditur burri vet me thik mrapa kokës. Kishte qarë në kokë me thikë dhe kishte trullosur. I kishte lidhur me ngjitës, skemtë dhe duart. I kishte vu skoçi në gojë edhe kishte torturuar gjithë natën. E motrës time kishte derdhje gjakun nga veshët, nga undët, edhe me një sy vetëm shikonte edhe me zë të vogël fliste. Edhe më tha motër më torturoi gjithë natën, i dha fotoksinën. Edhe për të mbajtur gojën hapur, i kishte vu shkopi në gojë që mos i kafshonte dorën dhe ja ka shtyr me shkop fotoksinën. Për ta pirë. Për ta pirë, po. Në momentin e krimit mësohet se fëmijët nuk kanë qenë në shtëpi, ndërsa familjarët ishin në dijeni të grindjeve mes çiftit dhe akuzojnë bashkëshortin e Mimozës për xhelozi. Ishte njëri me fiksime, sa ata e largoi gjithë familje vete, i veti person i afërt që kishte ngelur ishte motra ime. Edhe ai nga frika, nga budalladheku vetë se kishte asë mos u biste edhe motrën time, tha ta heq qafe. Ai kishte xhelozi të tmerrshme. Ai nuk guxonte ta prekte një burr me dorë për pasojë që ka pësuar në burg, nuk e di. Vrasja për motive xhelozie është pista kryesore ku policia po heton për këtë krim. Autori është tashmë i arrestuar. Në vitin 2008, Tomor Zeqo, pas një konflikti për pronën me vëllain e tij Gramoz Zeqo, i ka hedhur atij një granatë dhe si pasojë e shpërthimit u plagosën të 2 vëllezërit.